Enjtja, dashi. Enjtja të vendos përballë një zgjedhje që nuk mund ta shtysh më. Instinkti do thotë një gjë, ndërsa logjika një gjë tjetër. Çfarë do të zgjedhësh do të ndikojë ditët në vijim. Demi, një situatë që e ke lënë pezull rikthehet në vëmendje. Kjo është dita për të marrë përgjegjësi dhe për të vendosur drejtimin, mos e shty më atë që ti e di që duhet bërë. Binjakët, fjalët kanë peshë sot, një bisedë mund të ndryshojë një marrëdhënie për mirë apo për keq, kujdes si shprehësh, sepse çdo detaj ka rëndësi. Taforia e enjtja sjell përballje me ndjenja që i ke shmangur mund të jetë e vështirë, por e nevojshme për të ecur përpara. Mos ki frikë nga e vërteta. Luani, një situatë kërkon që të lësh mënjan krenarin dhe të shohësh realitetin siç është. Një hap i vogël drejt kompromisit mund të ndryshojë shumë. Virgjëresha, perfeksioni nuk është zgjidhje sot, një gabim i vogël mund të tregojë diçka të rëndësishme. Pranoje edhe ec përpara pa u ndalur tek detajet. Peshorja, balanca thyet për një moment duke detyruar të marrësh një anë, nuk mund t'i kënaqësh të gjithë. Zgjidh atë që të jep qetësi të brendshme. Akrepi, enjtja sjell tension të brendshëm dhe nevojë për kontroll, por ndonjëherë lëshimi është zgjidhja, mos u kap pas zyrave që nuk mund t'i ndryshosh. Shigjetari, një plan që kishe mund të marrë drejtim tjetër, mos e shiko si humbje por si një rrugë të re. Fleksibiliteti është forca jote sot. Briciapi, puna kërkon më shumë nga sa kishe parashikuar, mund të ndihesh i ngarkuar, por kjo është një provë e rëndësishme. Qëndro i fokusuar. Ujori, një ide që duke je thjesht mund të kthehet në diçka më serioze. Dita kërkon përqendrim dhe vendosmëri, mos u shpërqendro. Peshqit, ndjenjat janë të forta dhe kërkojnë shprehje, mos i mbaj brenda sepse mund të rëndojnë shumë. Një bisedë e sinqertë mund të të çlirojë shumë.